E lusim Zotin e Madh që kjo ditë agjërimi, me kretë veprat që i kemi bë, nëse i kemi emrat të regjistruar në regjistrin e banorëve të xhehenemit, Allahu t'i shlin e t'i fshin e t'i largon këto emra tona. E lusim Zotin e Madh që të na regjistrojë në regjistrin e banorëve të xhennetit, të na gëzojë me të mira, të na gëzojë me qetësi dhe rahati në këtë botë dhe me të mirat e ahiretit pafund. Allahumme amin. Nëse ju kisha vetë, a keni qef me jetu gatë, une e di përgjigjen, se e filloj për vetës. Nëse une kam qef me jetu gatë, une mendoj që krejt e kina një ndjenjë. Ketë kanë marak me jetu gatë. Apo jo? Përveç kësaj, na kena shumë dëshira. Kena marak me pas jetë gatë, kena marak me pas shëndet, kena marak me pas pasuri, kena marak me pas familje. Këto ketë janë në rregull. Edhe janë këto kërkesa që Zoti i ka kriju te na. Edhe është shumë normal me i pas qef, edhe me i pas dëshirë, edhe me i pas qëllime në jetën tonë. Mirë po, tu e ditë se na jemi njerëz, dhe jo ka një herë, po shpesh herë, na kur dojmë diçka, dojmë pa mas. Kur dojmë diçka, e prishmi në ata çka e dojna. Kena marak me pas jetë gatë, ama pa frena, pa kushnica. Kena marak me kanë të shëndetshëm, edhe mos më na i prish kurkush. Kena marak me pas shumë pasuri, edhe mos me pas të lash hiç. E kështu nuk ka. Zoti i Madh na i ka dhënë këto, edhe na i ka dhënë këtë dëshirë mi pas krejt këto, por të njëjtën kohë Zoti na kallëzon, sikur se thot Zoti, ani, ti kërkoj jetë gatë, ama unë kam e të kallëzu se çish duhet me shfrytzu jetën e gjatë. Allahu po na thot, ti kërko me pas shëndet, ama unë kam e të kallëzu se çish duhet me shfrytzu shëndetin e mirë në jetën tënde. Ti kërko me pas pasuri, edhe me pas pasuri duhet me është qëllim, duhet me kon qëllimi çdo një besimtari. Kërko, lipi Zotit, ku ti lip Zotit lipi shumë. Se një prej kushteve të Islamit cila është? Me dhon zeqat, apo? A mundesh me dhon zeqat nëse s'ki pasuri? Do më thonë, në momentin Zoti kur e ka bë obligim zeqatin, sikur se ka dash me thonë ti dhe mu, o robi jem, ti për me dhonë zeqatin, duhesh me kërku pasurin. Ti duhesh me pas synim me kanë i pasër. Besimtari nuk ban me jetu me kanë fukara. Do më thonë, qëllimi i parë i jetës tonë duhet me kanë tjesh i pasër. Se Zoti lipi ti me kanë i pasër. Gabim është me menu me thonë se jo, me kanë fukara është më mirë se me kanë, jo, me kanë i pasër është më mirë se me kanë fukara. Se kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, derisa ai për çdo mëngjes edhe mbrëmje kisha ka thonë Allahumme inni a'udhu bike min al-fakri. O Allah, ruajmë për fukarallëkit. Se fukarallëki gati është me mritë dera e mosbesimit, kufrit. Fukarallëki çon te dera e hasmit që thojnë me një fjalë. A fukarallëki është kanë me e keq që çon deri te mosbesimi, me mohu Zotin. Kështu që është kërkesa jone, edhe është shumë normal me kon kërkesa jone, me kon i pasur, me kon jetë gjatë, me kon i shëndetshëm, me i pas krejt kushtet e mira, me pas krejt në rregull me kon. Është kërkesë që duhet me kon lutje tuaja. Mirë po, ti duhesh me kon i vetëdijshëm. Nëse Allahu ta jep jetën e gjatë, duhesh mi u referu Zotit të Madh, i cili ta ka dhënë jetën e gjatë, sikur se i thu Zotit, ti ma dhove jetën e gjatë, po kallëzom çish me shfrytzu. Se ti se ki fitu vetë jetën e gjatë. As pasurin ta ka dhënë Zoti, ta ka dhënë jetën Zoti, ta ka dhënë shëndetin Zoti, ta ka dhënë pasurinë Zoti, ti ka dhënë krejt Zoti në brenda jetës. Andaj e rregullit edhe ajo çka duhet me kon, ti duhesh mi u referu Zotit, mi thonë, o Zot, ti ma dhove pasurinë, po kallëzom çish me shfrytzu pasurinë.
Ti ma dhove shëndetin, po kallëzom o Zot çish me shfrytzu shëndetin. Ti ma dhove jetën, po kallëzom çish me shfrytzu jetën. Domethënë çështu duhet me kon ajo marrëveshja mes neve dhe Zotit. Prandaj edhe pse i tham këto sende? I tham këto gjona se në jetën e kësaj dunjoje kur kemi ardh me lon mas diçka. Me lon mas diçka. E keni po kur vdes dikush edhe është një llafi i plegjve që i kemi trashëgu, pas ka vdek me ka kret. Apo, e keni një këtë fjalë. Domethënë nuk është problem që ka vdek, po pas ka vdek me ka kret, s'pas kalon kur gjon për mas. S'pas kalon as familje të shnosh, as evlat të shnosh, as punë të hajrit, as fjalë të hajrit, kur gjon s'pas kalon. Domethënë nuk ka problem që ka vdek, po problemi është se s'pas kalon kur gjon për mas. E për atë Zoti i madh, kur e ka kriju Ademin alayhis salam, ju ka thonë me laçeve dhe neve, na thot. O njerë, të kum kriju me lon mas diçka ti. Ti me punu për me lon mas diçka, mos me dek me ka kret. Ti duhesh me lon fjalën tone e cila ka me kon gjallë edhe pas vdekjes tane. Ti duhesh me lon punën tane që ka me kon gjallë edhe pas vdekjes tane. Ti duhesh me lon evladin tan gjallë, jo të vdekt, se shumë e njeri është i vdek mbi tokë të Zotit. Hec kufom, si kufomat që ecin. E keni po në ato filmat vizatimor, kufomat, por realiteta kjo. Disa njerëz i shef gjalla me janë të vdekt ato. E Zoti i madh çka po na thot neve? O njerë, unë kam kriju që ti me lon mas diçka. Mos me dek me ka kret. Andaj, kur ti lutmi Zotit, për me na dhon jetë gatë, mi thon Zotit, o Zot, shumë na mëson pejgamberi alayhis salam. O Zot, na jep jetë gjatë, por na jep jetë gjatë në vepra të mira. Nëse jetën e gjatë nuk e mbushim me vepra të mira, më mira është me vdek, më mira sa më shpejt marrë te ti. Me ma pak kusure, me ma pak llogari, jo me ardhi ngarkum, po me ardh ma pak i ngarkum. Për ndryshe, o Allah, unë e kisha pas çefe më dhon jetën e gatë, ama jetën e gatë ta mbushi me vepra të mira. Çish me e shfrytzu jetën? Çish me e shfrytzu? A ka ndaj periudhë kohore që vetëm çet kohë na muj me e shfrytzu për punë të mira? Jo. Shfrytzoje kohën edhe jetën në punë të mira për me lënë mas diçka deri në frymën e fundit. Deri në frymën e fundit. Shfrytzoje kohën. Mos tu u kri, u sos puna ime. Jo, kur një herë. Mos u dëshpro. Mos tu unë e kum pas një jetë shumë të keqe, unë jam marrë me punë të këqija. Jo, mos u merr me të kalumën. Mos u merr me të kalumën. Përderisa Zoti të ka dhënë hapësirë me jetu pas të kalumës, Allahu po ta don hajrin tije. Ti po ta don të mirën. Edhe po don me të kallëzu ti se unë të kum dhënë një shans, ti me lon diçka mas. O vllazni, na kina punë me Zotin, na nuk kina punë me njerëz. Na kina punë me Zotin që Zoti na ka kriju neve me na fal. Që Zoti neve na i ka dhënë mundësinë me bë gjuna, por në të njëjtën kohë na i ka dhënë mundësinë e pendimit, e që pendimi jo vetëm që e fal gjunajin, por pendimi e shndron gjunajin në vepër të mirë. Para mendoj, e ke bën një gjuna, edhe pendohesh për gjunaj. Jo vetëm që Zoti ta fal, por Zoti ta llogarit çat gjunajin sikurse e ke bën vepër të mirë. Kështu që mos u dëshpro. Mos tu jam thon, ja unë 50 vjet unë. Jo, hiç kurrë mos u dëshpro. Pse? Se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e shef dillin tu lind nga perëndimi, ajo e dini shumë mirë se kur lind dilli nga perëndimi, ndodh kiameti. Është një prej shenjave të mëdha të kiametit. Ndodh mo kiameti, mos ka. S'lind mo dilli ka e marr, apo lind ka e prapa. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse e mrin çat ditë, edhe e kini fidan dorë, e kini pemë dorë për me miell, mos e gjuj. Mos më zgabon me gjujt, po mjelle. Para mendoni, Zoti qysh na stimulon
edhe çish na mëson me shfrytzu jetën. Edhe çish na mëson se çish duhet me lënë një vepër mas vdekjes tonë. Mjelle edhe lene u kri. Anin ashtë ti mundesh me vdek, ama mjelle. Se Zoti ka me të shpërbli për qatë mjellëmën. A nëse gjun, ka me të marrë në llogari pse e ke gjujt. Ebu Derda, ako njoni prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas vdekjes pejgamberit alayhis salam, e arrin pleqnien. Edhe një ditë, para në një kom dhe një përmi dhe që thojnë ana. Edhe e ka një pemë në dorë, por e ka pemën e arës. Këto pleqët e din për mu bë ara tamam derisa ti mersh fritet e saja, minimumi është 5 vjet, minimumi 5 vjet është. Domethënë 5 vjet duhet me prit derisa ta mersh kokrën e parë çasoj pemës. Edhe e shofin Ebu Derdan të e mjell me përkushtimin më të madh. Tu ja boj zmetin më të madh, tu ja bë asoj pemës. Edhe kalojnë do sahabe, edhe i thojnë, ja Ebu Derda, ti në moshën e pleqnis, ti mos u merr më me këta. Tha jo, tha. Jo, tha. Neve kështu nuk na ka mësuar pejgamberi. Tha, nuk ka më rëndësi, unë kam i hangër kokrat, por më rëndësi se unë kam i hangër kokrën e sevapit, e cila nuk do të shteret asnjëherë ditën e kiametit. Kështu duhet me konë funksionimi jonë në jetë në kësaj dunjaje. Nuk duhet me thonë, edhe nuk duhet me të punun matematikën, shpesher në kështu veprojna. Nëse se gëzoj une, s'ka me gëzu kërkush. Kjo është matematikë gabim. Kështu veprojnë vetëm materialistat. Kurse na muslimant, që i kemi zonë be Zotit, edhe kemi besu ahiretin, nuk ka më rëndësi a e gëzoj une në dunja. Dikush ka me gëzu në dunja. Kjo më rëndësi. Dikush le ta gëzojë në dunja. Nuk ka më rëndësi me gëzu une. Ama ajo që ka është më rëndësi se kjo, une do ta kam shpërblimin e krejt që atyre që kanë me gëzu punën teme. Ajo nuk ka me mhik. Ajo s'ka me mhik. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri kur vdes i ndërpritën krejt gjanat. Një ditë ka mu të mshel dera e namazit. Ki me dash mu fal namaz, ama s'kam. Një ditë ka mu të mshel dera e zeqatit. Ki me dash me dhon zeqat, po s'kam. Një ditë ki me dash me agjeru, ama s'kam. Një ditë ki me dash me shku në numër edhe në hax, ama s'kam. S'kam, të mshelen këtë ditë. Se s'ki mundësi, më vdes. Mirë po ka thonë pejgamberi sa, 3 gjana nuk ndërpriten. 3 gjana dhe për këto 3 gjana na duhet me punu shumë. Për këto 3 gjana duhet kret jetën me dhënë. Se namazin e ke fal, namazin u kriu sos me vdekjen tonë u sos. S'ka dikush me fal namaz për tije. Ose çish e kemi bazë zakon na, kja lexojmë një Yasin babës. Allah e shpërbleft nëse ka lexuar vet. Allah e shpërbleft edhe më shumë nëse ja ka mësuar vladit vet Yasinit. Kjo kam i shku babës. Ama me dhon pare për babën me ja lexuar Yasin, kjo është pazallëk që spin ujtë e Zoti. Ja, kështu s'ka kuptim feja jo. E këto një ditë kanë mu sos. Kjo teravi që pe falmi një ditë, kanë mu sos një ditë. Kina me dash mu falë për s'kam. Mirë po 3 gjana ka thonë pejgamberi sa, me vdekjen e çdo njonit nuk ndërpriten asnjëherë. Dhe për këto duhet me pununa shumë. E para ka thonë pejgamberi sa, nëse kalon një vepër, kalon një punë, kalon një zanat, kalon një këshill, e ka mësu dikan, e ka këshillu dikan, e ka drejtu dikan, ka bo një hajr, çka do qoftë, ka bo një hajr, për cilës punë tjertë kanë mja po hajrin atina. Ka thonë pejgamberi sa, ai edhe pse vdes, përderisa puna e tij është gjallë, dikush e shfrytëzon atë punën, shkon në kontën tone. Konta jote është qelë. Edhe ato të shkojnë vazhdimisht. Ti ke vdek, nështë para 20 vjetëve, 30 vjetëve. Ama 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, nuk ndalet ajo konto, hiç. Ama namazi, deri në qatë momentin e fundit frimës, shak ke fal, shak ke marrë me veti, ke marrë. Edhe mos s'ka më. Edhe punë tjera shka i bojna. Ama punën shka e kumbo për dikan, ajo s'nalet asnjëherë.
Thot pejgamberi sa, kjo nuk nalet. Kjo është e para. E dyta, sadaqatul jariyah. Kelon pasuri, ose dikush, ose dikan e ke pas dashamir, e ke pas dost, e ke pas shok, ose vladi jot, ose shoqja jote, ose familjari jot, i jep 10 euro, ose 50 euro, ose 100 euro, ja jep fukaras në emrin tanë. Sadakaja rrjedhse, ka thonë pejgamberi sa, i shkon të vdekurit. Ama sa herë mundet me dhon sadaka dikush për tije? Mundet me dhon 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, hajde që 10 herë që s'ban vaki. Valla edhe vladi për babën e vet haron me dhon sadaka. Edhe vladi për babën e vet haron me dhon sadaka. Nashta don e vladi, ama haron. A është ashtu? A pajtoni me mua? Ç'ashtu është? Ti na muj me mashtru vetveten, ama realiteti janë ç'kjo. Ama puna jote s'të haron kurrnjëherë. Punën shka e kelon mas vete. Zanatin shka e kelon mas vete. Ai që ka dobi prej punës tane, ai s'të haron kurrnjëherë hiç, se e ke bën me njerëzën tane. Ama njerësa e huaj të haron. Njerësa e huaj të haron. Qoftë edhe njerësa e vladit tan. Edhe tjetra, ka thonë pejgamberi sa me treta, ka thonë waladun salih yad'u lahu. Ka thonë nëse e ke bë tërbije një evlat. E ke bë tërbije një evlat. Për me bë një tërbije një evlat, duhet punë, o vllazni. Një pemës mi apo hajrin, duhet 5 vjet maksimum me ujit, e me u kujdes për ta, e me rujt pi ftoftit, e pi nxeftit, e pi ujit, e pi koj diçka, deri sa të vjen në çat deregje që ti me marr frytin e çasoj pemës. Po njeri sa duhet njeri mu bë tërbije? E vladit sa duhet mu bë tërbije? Na shpesh herë gabojna, menojna se na jemi të obligum mi asiguru riskun e vladit. Jo be risku është në dorë të Zotit. Ti visht ka bo sebeb. Ti vetëm je sebeb, ama riskun e vladit jot me ti ose pa ti ka me hangër. Sa jetimeve janë dunja. Sa jetima ka në dunja. Pse jetimat a vdesin? A vdesin jetimat? Po nuk vdesin jetimat. Ato ballartë si kanë, ama janë gjallë. Kështu që na mos ta mashtrojmë vetëm me thonë, t'ja siguroj shtëpinë, t'ja siguroj kerrin, t'ja siguroj t'ja siguroj krejt në rregull, ama mos janë treni të parë. E rendi të parë është me pas gale dhe dert që fëmijën tanë me bë tërbije, se që kjo është mos me dek me ka krejt. Nëse ti fëmijën se ke bë të hajrit, nëse fëmijën tanë se ke bë tërbije, nëse me fëmijën tanë s'ke punu, nëse fëmijën tanë se ke njoftu me Zotin, nëse fëmijës tanë s'ja ke mësu disiplinën, kulturën, moralin, edukatën, nëse këto s'ja ke bon, fëmija jot nesër, e di shka më e keq, nesër ka me të sha edhe nëse ja kilon 1 milion euro, se ka me thonë pse s'mila 2 milion euro. Po valla, nesër ka me thonë, nëse s'ja kilon këtë tërbije, fëmijës tanë, nëse nuk e ke mësu fëmijën tanë, nëse se ke njoftu me Zotin tanë, me Zotin e vetë, dhe ja kilon 1 milion euro, nesër, kur të vdeksh ti, ka me ta sha vorin, edhe ka me të sha ti, edhe ka me thonë, ka pas mundësie me milion, 2 milion, për s'mi kalon. Po, se kjo ndodh. Po e kundërta mund me kanë. Nështë e vladit tanë si le kur gjanë, hiç kur gjanë si le, ama i kelon tërbije, i kelon fe, i kelon edukat, që i e vlad për ti, seher ka me bo doa për ti. Edhe seher, ka me të kujtu ti për smiri, pse Zotin nga ka thonë qështu. A i cili nga ka kriju neve, nga ka thonë qështu. Andaj duhet me konë të vetëdishëm. Mos u lodh me asiguru riskën, se dhe ti riskën s'ta ka asiguru kurkush. Allahu në Kur'an thot, nahnu nerzukukum. S'jam të li prej juve risk, unë e vakum siguru rujtësën juve. E juve është puna tjetër, e juve është tërbija, e juve është me njëv Zotin, e juve është me u përshtat ligjeve të Zotit, e juve është me lanë punë mas vetës, se Allahu ti të ka thonë, ti e khalife, ti duhet me lanë diçka mas. Të kumë kriju me lanë mas diçka, qka i të lanë mas? Nëse s'le kur gjanë, qysh ki me dalë para Zotit? Por nëse let këqia, qysh ki me dalë para Zotit? Por nëse let mira, lumë për ti. Lumë për ti. Andaj ka thonë për nga mesam, waladun salih yad'u lahu. Nëse vdes ti, por e kelon një evlat që i falë 5 kohë namaz,
e ke lënë një evlat që bën vepra të mira, e ke lënë një evlat që punon me këshillat e tuaja, punon me mësimet e tuaja. Konto jote është qel edhe nuk mshelet deri kur? Deri me vdekjen e vladit tan. Jo, e vladi jot ka me bë tërbije nipin tan. Ajo shkon brez pas brezi. Kështu na duhet me punu. Na punojna për një penzion 1.000 euro, apo? Punojna për një penzion 1.000 euro. Edhe nëse i mrim 1.000 euro, ndoshta e thash pak, ndoshta për më shumë punoni. Ma pak, 1.000 euro, ajë që ta zom 1.000 euro. Nëse ka arrit dikush me pas penzion 1.000 euro, çka thojna? Apo i Zoti ishte kon. A i thojna? I Zoti ishte kon. Ma pse ka shku në dunjo edhe kur gjon s'ka lënë për mas, kjo sa punë e madhe. Po me kthia ata edhe një herë mi thon, apo ve këtu çka kishte bën? Çka kishte dash me vaj? Kishte thon, dhe ka me thon se cili. O Zot, kthem dunjo edhe një herë që të lëm mas diçka. Që të punoj mirë e të lëm mas diçka. O vllazni, çata shka kena me lën në këtë dunjo, çata do ta marrim me vete. Çata shka kena me punu në dunjo, çata e marrim me vete. Mos bëjmë dallavera me vete. Ishte ka njëri, një mjeshtër. Ishte ka një mjeshtër, edhe kishte punu me një firmë, gjatë kohë. Edhe një ditë i tekët, këtij punëtorit i thot drejtorit firmës, ku vendos me dalë në penzi. Edhe mu ka afru mosha, edhe ku punu gjatë, po du me dalë në penzi. I thot drejtorit, të lutna, viç edhe një projekt e kam. Viç edhe një projekt e kam edhe e kri, e sosti. Bat, edhe e nisej. Thot filan shtëpinë du të me ndreq, se e kam pa tjetër. Edhe e ndreq, po thot e kam të fundit, abe ta bëj qashtu viç, shkele shko. Edhe e bane shkele shko. Edhe mas e përfundon, e thirr gazën, thot drejtorin, patronin, thot e krita. Thot e kryt e kret? Thot po, thot deri në Çelës. Thot a ka mundësi marr, thot në zyrën teme? Thot po, thot tash po vi miner. Edhe mas i shkon drejtori, thot faleminderit që u pajtove, domethënë me kërkesën e fundit, thot unë kum vendos që të shtëpinë me ta dhon dhurat tije. Ha? E qështu Zoti neve ka me na thonë? Zoti neve qështu ka me na thonë? Se na nuk e dim kur është projekti jonë i fundit. Na se dim. Se dim kur është fjala jonë e fundit. Na se dim edhe kur është namazi jonë i fundit. Na nuk e dim edhe kur është puna jonë edhe këshilla jonë e fundit. Andaj, let jetë çdo vepër e jona sikur sa është e fundit. Pejgamberi alayhis salam kur e falte namazin, e kishte zakon mi u thon sahabëve, falni namazin sikur se ky namaz është i fundit. Kur e din që është i fundit, çka ndodh? E fal me përkushtimin më të madh, me koncentrimin më të madh, pse e din se është e fundit më. E din se është e fundit. Prandaj është thon, thuhet që ka thon Aliu radhiyallahu anhu, ka thon kështu: puno për dunjo, sikur se në dunjo kemi jetu për gjithmonë, kur s'kemi vdek. Mirë po, në të njëjtën kohë, puno për ahiretin, sikur se që kjo puna jote e sotit është e fundit. Që kjo është ajo baraspesha që neve muslimanve na mundson me shku drejt, edhe me u thu drejt, edhe mës me bon ndeshje njëtën tonë. E lut Zotin e Madh që Allahu të na ban prej atyre për cilët Zoti në Kur'an ka thonë, e kam kriju birin Ademit dhe bijt Ademit halife, që të lëm mas prej fjalëve tona të mira, prej këshillave tona të mira, prej veprave tona të mira, të lëm evlat të hajrit, të lëm punë të hajrit, e që me vdekjen tonë na nuk do të vdesmi, por punët tona do të mbesin gjallë deri në takim me Zotin e Madh. Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju dhash çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër.